Bazilika e Shën Pjetrit qëndroi e hapur thuajse gjatë gjithë natës, duke mbyllur dyert vetëm për një periudhë të shkurtër prej 3 orësh, nga ora 2:30 deri në 5:30 të mëngjesit. Trupi i Papës 88 vjeçar, i cili ndërroi jetë të hënën, u vendos në bazilikë të mërkurën në një procesion solemn dhe që prej asaj dite, mbi 130.000 njerëz nga e gjithë bota kanë kaluar përpara arkivolit për t'i bërë nderimet e fundit, sipas të dhënave të publikuara nga Vatikani. Në një intervistë të dhënë për të përditshmen italiane La Repubblica, kardinali italian Giovanni Battista Re, udhëheqës i kolegjit të kardinalëve, e përshkroi Papën Francesku si një njeri që shërbeu me përkushtim të palëkundur dhe dashuri të thellë për kishën dhe popullin e tij deri në momentet e fundit të jetës. Ndërkohë, Vatikani po përgatitet për ceremoninë e funeralit që do të mbahet të shtunën, ku pritet të marrin pjesë qindra delegacione nga e gjithë bota. Në mesin e tyre, edhe figura të njohura ndërkombëtare, përfshirë ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili pritet të mbërrijë në Rom mbrëmjen e së premtes. Në përfundim të homazheve në bazilikë, arkivoli i Papës do të mbyllet në një ceremoni private, në prani të një grupi të kufizuar ndihmësish. Ndërkohë, konklava për zgjedhjen e Papës së ri pritet të nisë pas datës 6 maj, ndërsa kardinalet që ndodhen aktualisht në Rom vijojnë takimet e përditshme në kuadër të kongregacioneve të përgjithshme, duke marrë përkohësisht drejtimin e Kishës Katolike Romake, me mbi 1.4 miliard besimtar anë mban botës.